Përshëndetje të nderuar, ndoshta është hera e parë që nuk do të arrij ta bëj një parathënie në lidhje me atë se çfarë do ta shpjegoj këto në këtë video para juve. Sigurisht, edhe për shkak të përmbajtjes që është shumë e zgjeruar, e thellë prapa në histori, përmenden data të ndryshme, emra të ndryshme, ngjarje të ndryshme, iniciativa të ndryshme, dështime të ndryshme, por edhe për shkak se tema si kjo që do ta trajtoj sonte gjithmonë aktivizojnë dy tabore të kundërta, ekstremisht të kundërta mes vete, që i japin mendimet kontradiktore mes vete dhe kur nuk mundesh me thonë 100% se veç ky ja ka qellu apo ky ka gabue. Tema është e tillë. Fjalën e kam për sonte, natyrisht, Gazën, marrëveshjen që u arrit në Sharm el Sheikh të Egjiptit, e me theks të posaçëm rolin e Turqisë në historikun afër 100 vjeçar të raporteve të saj me popullin palestinez dhe që nga viti 1948, pastaj raportet e saj me Izraelin e në ndërkohë çfarë ka bërë për Palestinën dhe palestinezët. A e ka dëmtuar Turqia procesin palestinez? A e ka prolongue fitoren palestineze, apo e ka ndihmuar në kohë të ndryshme sipas aftësive dhe mundësive të ketë bërë ndonjë rol pozitiv. S'do mend se meq si që kemi cek në një video këto çështje të cilën jam i sigurt se edhe jo e dini, kur dy përlahen mes vete dhe nuk mund ta zgjedhin kontekstin e tyre, pastaj kur futet në lojë ndërmjetësuesi, pajtuesi, i treti, domethënë kur futet në lojë, ndodh diçka që asnjëra nga dy palët në kontekst nuk mbesin të kënaqura. Asnjëra nga palët nuk e merr atë të cilën e dëshiron dhe për të cilën ka bërë përpjekje, që të dyja dalin të pakënaqura nga përfundimi i arritur, por që të dyja në të njëjtën kohë, që të dyjave në të njëjtën kohë ju lihet hapësirë që të krenohen dhe të krekosen të njerëzit e tyre se megjithatë i arritën fitores. Në rastet e këtilla është edhe një ligj tjetër, dhe ky ligj është, nëse nuk është i shkruar, i historisë dhe i marrëdhënieve midis njerëzve, shoqërive në marrëdhënie ndërkombëtare, është evident, i pakontestueshëm. I forti gjithmonë merr ma shumë se i dobti në rastin kur ndërmjetësuesi futet në lojë. Por i forti e kupton, nëse ka tru, e kupton se kaq ka mujt me arrit dhe me mjetet e njëjta, me fuqinë e njëjtë dhe me mënyrat e njëjta edhe në të ardhmen do të arrihen rezultatet e njëjta. Marrëveshja e Sharm el Sheikhut që unë nënshkrua pardje, e dje Donald Trump u kthye në Washington në bazë të lajmeve që po i lexojmë. Çfarë solli kjo marrëveshje? Humbje për një nëmpal për cilën, apo fitore për një nëmpal për cilën? Çfarë ishte roli i Turqisë dhe i presidentit Erdogan përtej atyre lajmeve bombastike, shumë herë egzageruese, që shkruheshin për Erdoganin në lidhje me shkuarjen e tij atje, përpjekjet e tij të deritanishme dhe të ngjashme. Sigurisht në shtete të tjera, vendet, popujt e atyre
shteteve kanë folur njëjtë për liderët e tyre, si që kanë folë Turqit dhe ata të cilët flasim për Turqin në lidhje me Erdoganin. Te paragrafi i parë, cila palë fiton kur nuk mund të zgjidhin vetë kontekstin. Për me kuptue pak ma mirë, meq të respektuar, këthen një histori son të para 2 dekadave, 2,5 dekada, edhe shtrone pyetjen. A thua Martin Ahtisari, a e ka dit se listën sërbe që po e lanë pas në bas të asoj pakoje dhe Veriu i Kosovës që e lanë ashto, a e kanë ditë se do të jenë problem i rënd për politikën kosovare, si dhe Veriu i Kosovës një problem i rënd, jo vetëm për ekonomin, po për gjithë shtetësin e Kosovës. A e ka ditë Martin Ahtisari se Asociacioni i Komunave Sërbe, të cilën unë e kam quajtur një kancer i cili do të gryjen shtetësin e Kosovës nga brenda, a e ka ditë se do të jetë një kancer i tillë. Nëse e ka ditë, pyetja shtrohet, pyetje për të cilën krijohen menjëherë 2 tabore, kontrare, kontradiktore, se e ka ditë, është mirë, s'ka mujtë ndryshe, kaq, kështu, sa ne thjesht krijohen debate si që bohen edhe në këtë botën, jo vetëm të ne. Por, nëse nuk e ka ditë Martin Ahtisari se me gjithë të mirat që i asoli pakoja e tij Kosovës, në rrethana kur ndalet lufta dhe Kosova po shpallet shtet i pavarur, nëse nuk e ka ditën, si është e mundën që faktori ndërkombëtar të emëron dhe të cakton një ish president të Finlandës, Martin Ahtisarit, të përgatit një pakot e tillë pa ditë se çfarë është duke bë. A e ka ditë tash, pyetja e tretë, faktorin ndërkombëtar se Martin Ahtisari nuk i merr vesh këto punë, apo e kanë ditë se i merr vesh dhe kështu është kërkuar. Me një fjalë, Kosovës i lihet në sofër një pjatë, ta quaj kushtimisht, e helmuar, që sa herë të merren me te, të harxhohet energji dhe të krijohen tabore ndër konfliktuoze, ndër luftuese dhe puna të shkoj deri atje. Sa energji të tëra, të inteligjencisë kosovare, të njerëzve të ditur të Kosovës, të klasës politike, analist e ekspert të harxojnë energji të madhe për diçka që nuk do të dohej të ekzistonte. Nga kjo perspektivë miq, shikoni tani edhe çështjen e Gazës, marrëveshjen e Sharm el Sheikhut. Mundesh me fol, si që fol një tabor, me fjalet më negative, me fjalet më dekonspiruse, deri në ato përmasa se Hamasi dështoi. Palestinezët u dorëzuan, i mashtruan palestinezët edhe kësaj radhe dhe varra palestineze, megjithëse që i u vënë një fash e holl mbi, ajo do të vazhdon edhe më tutje. Thjesht humbën palestinezët. Pala tjetër thot se në rrethana në të cilat përfundoi lufta me ndërmjetësimin e pakontestueshëm dhe konsistent, insistus i Donald Trump, dhe përfundimi i kësaj lufte mundësoi që afër 2 milion palestinez zbathur, të sëmur, fëmijë, me robe e me kolica e me gjëra të tjera në krah, të drejtohen nga Rafah
dhe Khan Yunis në jug sërish ka verijo, ka shtëpit e tyre të cilat po i gjejnë të rënuara. Pra, fitore e madhe konsiderohet, e une e shpjegova në videon e mbrëmshme, për palestinezët një kohë kur ata veç ishin objekt i asgjësimit total fizik. Memorandume janë shkruar për asgjësimin, vrasjen e palestinezëve. Sa mujnë aty e sa nuk mujnë me i hedh në deti. Njëjtë siç pati ndodh koha e Nakbës, e atit merrit të vitit 1948, kur i ngarkojnë në për anije të lidhur 750.000 palestinez dhe i qojnë në për botë. Kush e di, atëherë s'ka pas celular, s'ka pas selfie, s'ka pas... Kush e di se cilat anije i kanë marë, ku i kanë dërguar ata dhe sa i kanë hedh në deti me imbyt. Askush, asgja, nuk ka as një studim, as nga vetë institutet më kredibile, hulumtuse, shkencore, palestineze, që të din se qëfar ka ndodhen me numrin total të atyre palestinezve, ka jenë shku, sa jenë shtu, sa kanë ndek dhe të ngjashme. Prandaj, edhe une këto, nuk jam në gjendje, miq, të them fjallën time përfundimtare, me gjithë që mirna baja gigat me këtë qashtje. Sepse burimet nga të cilat informohemi janë vetë kontradiktore. Nga se vetë tema, si thash në 2-3 fjalit e para, është atil që shkakton turbulina, shkakton paqartësi, nuk e tregon, nuk e jep mundësin që ti ta thuash fjalin kryesore. Imagjinoni, po nënshkruhet një marrëveshje në të cilin nuk ka ma shumë se sa ndalet lufta, ndalet gjakderdhja, shkëmbehen të burgosurit dhe të mbajturit, apo të kindapuarit, të burgosurit e të dy anëve dhe marrën puna. As nuk përmendet kufit e Palestines, se do të krijohet shteti i Palestines, se sene në rrethana të këtilla. Unë nuk e di, vllavi jam, këta shka flasin me pika mbi germa, mbi ejen 2 pika me bo b, shka flasin me pika në fund të fjalis. Ka pidin këto sene, bre. Ka po dalin me thanën se dështoj Palestina, 100%. Sjellin lloj fotografie, lloj dokumenti, lloj. Është edhe një moment tjetër që mua nuk po m'le spaku deri më tani me fol me pika në fund të fjalive. Është gjendja e tmerrushme e palestinezëve atje. Është gjendja e rënd e palestinezëve atje. Unë, kur po e shoh vetën këto me kafe përpara, me ujë, me çaj, me nxet, e kam po shkruj statuse, po edhe let pe kam me dhënë mendimin tem. Por ndërgjegja ime po më vret, mos me fol bash, një dhe një bojnë 2, ky fitoje, ky hupje, ky pati drejte, ky s'pati drejte, ISIS-i i keqe, Egjipti i keqe, Trumpi i keqe, Erdogani i keqe, Viqirani i mire, Irani i keqe, Shijat e këqe, Saudia i mire. Këto janë qëndrime në rastin më të lehtë të pandershme. Unë po pi ujë, po ha bok, e kam nxet, e kam kamerën këto. Por ata njerëz për cilët po flitet, ata nuk kanë as nxet, as ujë, as bok, ata po vdesin urije, ata po gjajnë tmerre, ata ja kanë nis tash, po sa jenë kthye, me gjithë që sot i ka bombardue sërish ushtria izraelite,
e ka thyje me një farforme armpushimin, imponuar nga Donald Trump, po ja ka nis tash me gjurmue në nëzall, në dhe, po gjojnë kufoma, të cilat i kanë hangër qend, patesha, një brinja atje, një qend e uritur, se dhe qend kanë ngordh urije për gjatë këtyre sidomos muajve të fundit, po i gjojnë të afërmit e tyre, kufomat e tyre, të vrara si është mazi, të lidhura në fyt me litar, skeletat, por ajo shka është me e keqja, të ngrëna, të coptuara nga qend. Bile, kemi në një video ka pas dal në për, është shkom përda, kur dy ushtar, Izraelit e shënjestrojnë një palestines i larg atje, pastaj rëzohet i vdekur dhe shkojnë qend, këtu e gjirue, shkojnë qend duke e coptue kufomën e ati shehidi e ati dëshmore. Nakba e vitit 1948 dhe ngjarjet e të mërshme të cilat kanë ndodhur në Kosovë për gjatë pushtimit fashizojit serb dhe masakrave që i ka bo këto e gjenocidit të cilën e ka bo, janë dy shenja, apo si me i qujt, të cilat neve në bëjnë të ndjehemi sot mirë dhe të mos flasim me të ndjehemi mirë, jo për ato, por të kësa e shtjelojmë temën sot, të përzgjedhim fjalët e tona dhe të mos flasim vetëm zë pas nënshkrimit për kohën, pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës, apo më pastaj marrëveshjeve të tjera, apo pastaj shpalljes së pavarësisë e të ngjashme, sepse janë fitore nëse për asgjë tjetër që kemi arrit të mbjetojmë ne në atë kohë, siç kanë arrit të mbjetojnë ata afër 2 milion palestines. Tash ma ka thellësia e temës. Çfarë ka bërë Turqia për Izraelin dhe për palestinezët? Dhe çfarë ka mujt me bo, po s'ka dasht apo se kanë lejuar? Një gja me rëndësi po du me nda me juve këto, që ta dini meq, si Zotin një. Ma shumë se 100 vjet është punue që midis arabëve dhe turqve të ketë një armiqësi patologjike, si që është armiqësia midis shqiptarëve dhe serbëve, apo midis palestinezëve dhe izraelitëve. 100 vjet është punue në këtë drejtim. Shumë, ama shumë është punuar dhe për fat të keq është arritur synimi i atyre që e kanë dashur këtë armiqësi mes tyre. E mbaj mend edhe unë, kur në vitet e 90-ta isha student postdiplomik në Turqi, mbaj mend se çfarë dëgjoja, çfarë lexoja e çfarë shihja në Turqi, teksa bëhej e shkruhej kundër arabëve. Njëjtë kështu, ndoshta në përmasa edhe më të egra, sidomos në Siri dhe Irak, është fol dhe është shkruar kundër Turqisë. Fati i jem ka qenë, apo sprova, apo zdi aftësia ime të gjindem atje, që për gjatë viteve të cilat kam qëndruar në Turqi,
jam takuar dhe jam prit nga kryeministra, jo si përfaqësues i diçkafit, jo, si një student i zellshëm dhe shumë herë aktivist për çështjen e Kosovës atje. Jam takuar e jam prit në përzyre me kryeministra, jam takuar me ministra, me prefekt të komunave të njohura të Turqisë, jam prit e jam takuar nga general dhe kam pas fatin që në ndërtesën e komandës kryesore të ushtrisë turke të pritem dhe të pi kafe edhe me Karadajin, shefin e shtatmadhërisë të ushtrisë turke të atëhershme. E them me bindjen më të plot se asnjë ambasador i Kosovës më pastaj nuk ka mujt dhe nuk mund të krijoj aso lidhje e t'i bëhen aso pritje të cilat unë i kam krijuar në Turqi përgjatë atyre 9 viteve sa kam qenë student postdiplomik në master dhe doktorat. Nuk po e flas këto në shenjë të lavdrimit apo krekosjes, jo, Zoti më thasht, të ke fundi çfarë do të më hynte në punë nëse këte e them para juve këto dhe harxoj minutazh në video, por e them me plot kuptimin e fjalës. E përmena këtë për të thonë se edhe të këto nivele, imagjinoni, unë kam pa armiqësinë të sapo përmendur midis turqve dhe arabëve. Sepse nga jashtë Turqisë ishte futur dhe krijuar një mendësi e tillë në Turqi dhe tek turqët që në asnjë mënyrë të mos afrohen me arabët, sepse frika ka qenë dhe vazhdon edhe më tutje të jetë evidente se eventualisht mund të bëhen një fuqi e madhe, mund të bëhen një dinasti e sërishme, islame, apo një perandëri siç ka qenë më herët. Nëjse, pe flasëm ka një herë, le që jeta në mëson, po dhe Kurani i jep rëndësi të madhe historisë. Kuptimi, shpjegimi i problemeve duke e hedh mbi tavolinë letrat e historisë, shpjegimin e bën më të qëndrueshëm. Gjanat i dim më mirë, ishe më thellë. Nëse nuk e teproj për këtë punën e lapsit, që po them vazhdimisht, mbane një laps, po ja bëj një porosi miqësore, porosi të cilën unë e kam praktiku në jetën tem dhe ja kam pa hajrin. Blene një fletore si të trash, me maklap të lëkurës, pak si të mirë, që mos më shkoq let e shpejt, edhe shkruni për shembull në faqen e parë ose dytë nalt atje, histori, Kosova, shuaj dikon Ballkani, pastaj feja, pastaj çdo 10-15 faqe shkrune ka një kapitull dhe vazhdimisht atë fletore të trash mane me vete ose afër jush të e kshyrë televizorin, të lexu libra në tavolinën e punës, të kryt e tanë kur të bish me fjeta ty të naj komodin që e ke afër dhe kur dëgjon gjana interesante, qua dhe shkruja një paragraf të shkurt. Krijoj veti do shenja simbolika matematikore. Pikpyetja, çka do me thonë, është shumë e rëndësishme. Pikçodicia është si labile, pika, trivia. Ti krijoj shenjat e tua, për mos me I harru. Shkruj në faqen e parë shenjat, shpjegoj aty dhe her lexoj ato gjana të cilat ti I
shkruan, ma i shënime edhe si bojk në kofsh, edhe për bojtësi në qëtë vit, kumbo që kaq, rentimentet kanë dalë që kaq, pleho është pagu që kaq, si lojtar, si futbolist, si sportist, si mësuesi, si njeri qytetar i rëndamt, aq më shumë një njeri të cilën të ka bo Allahu me nasip që ti pastaj me enda diturien, arrin në një nivel të caktuar të diturisë dhe ato njohuri të cilat i ki, tani më dosh me nda me njerëzit. Qato informacione të cilat i ke shkruar në fletoren tane, dine se shumë kanë me ju gjetë. Ato janë sikur une që i përcjeli periodikët shkencor, kryesore që dalin a përbot për marrëdhëniet ndërkombëtare. Ato krijojnë fjali, krijojnë ndërthurje, nyje, të cilat ta krijojnë më pastaj imazhin më të pastërt, mozaikun më të plotësuar për një ngjarje në kohën kur ti flet. I merr ato shka janë të ndodh tash, çfarë ka ndodh ata paragraf, e shkruan një farë faqe, dy faqe, një koncept dhe del një pasqyrë shumë e rrallët. Këtë porosi mos e harroni dhe mos pritoni. E di se njerëzit e lanë para zgja. Hajtë se e boj nesër, hajtë se, jo, sante, nesër, blejnë e fletoren, lapsin aty, gumën aty, maqinen shka e sprej lapsin, e afer aty, edhe gjithmon baj me vete. Unë mund të jetë ndoshta e ranë për me besue nga ana juve, por ju betohem në Allahun e madhreshëm. Në medrese, pe i medreses ato që i kam pas më kanë hup. Po që nga koha kur kam qenë student në Egjipt, kam fletore me kopertina të lëkurës, atë plastikës, pithon të lëkurës, kështu, që ruhet ma shumë, jo të letrës, e shkoqet i bje uje, sen. Prej kohës së Egjiptit, në vitet e 80-ta, une kam shënime, jam taku me filon doktori më ka thonë kështu, filon profesori ka thonë kështu, Mubaraku e ka thonë kështu, e përmena një dit revistën Oktober, kam qenë i rregullt, dalke ditën e shtune, mdoket, po jo ditën e premte se poshim ka qenë, ato shënime të cilat i kam nxjerr pe aty, Oktobrat revistat më kanë hup, motiko, por shënimet të cilat i kam shkru në ato fletort me maklapat lëkurës, edhe sot e kësaj dite më ofrojnë ëmbëlsira, njohuri, informacione që mu më ndërthuren edhe me jetën e tanishme. Pra, një këshill, një sugjerim për ju dhe një informacion se si është e mundën një njeri, kryo kë, kopë, sumpemush, animon këtë botë që sulmohemi nga informacionet nga momenti kur zgjohemi nga gjumi. Sidomos ata që e mojnë celularin të kryt, me pa kush pëthire të këpëthire, thudi që është sekretari kombeve të bashkuara. Po lemre celularin në salon atje, mbëlle, o vlavjem, ber me fjet, veç në rëthana kur je, mbëlle, ik pejtina, pusha, kur tash të shpia, pusha, rri me familja aty, me nan, me bab, me gru, me thmi, me knaqo, pusha pak, iko aty në sendeve. Përveç nëse e ke obligim dhe e ke detyre, e ke borim jetese, ajo është diçka tjetër. Pra, këto e ndihmoj njërin. Kjo është edhe ajo ku mundët ka, po mundët, nëse e vlerësonin bas të asaj komenteve që po i bëni, sidomos tani në YouTube. Faleminderit që po më dëgjoni dhe respektoni kërkesën time, që përveç subscribe me i shpërnda, tash, elhamdulillah, keni fillu komentimet ti bëni në YouTube të kanalit të nën këtë video, sepse aty po muj me i përcjel dhe me qenën në bile propozimet të tuaja, a mundesh me bëhe profo, hoxh, këtë tem, e kam fletoren. Këto edhe e shkruj se filën ditën më është kërku kja tem, më është supozu kja tem, nejse. Meq, problemi Palestinës
nuk mund të shpjegohet me terme vetëm ta quaj fetare, aq me pak me terme konspiracioniste. Me terme fetare, ka me ardhe gjalli, ka me dal Hazreti Mehdia pe qëtuhit atë shëpatemnin, ka me ardhë nej dita kiametit ka mu bëhet në namaz të akshamit, për qëfse falet namaz të akshamit, të ne këtu po falet në ora 5 të zami. Në Japoni falet në ora 11, na me ik falet në ora 2, me orën e këtuhet. Në basë cilit namaz të akshamit ka me u falë. Kishe për që ta kametën me i falen farzin për para sünnetit në namaz. Allahu alem, nashta ka dishka që unë së në kuptoj aty, po nejse. Me këso terme nuk shpjegohen fenomenet e jetës shkencore, fenomenet shoqërore, të cilat, jo që nuk i dërojnë këto hajgare, por e kanë terminologjinë e vetë, e kanë substratën e vetë, e kanë hapësiren e vetë, ku ti mundesh me manevrue e me punue. Meq, ardhja dhe gjallit, melhamaja, ka mu këthy Isa, ka mi vra këta, ka me bo këta, o s'pohin atan, a janë haditha, as janë haditha, hadithe janë. Për juve që kish komentuar një ahmak, një dite, kë që po i komenton hadithet, apo që hi fshis me një herë, kë që po i refuzon hadithet, nuk po i pran hadithet. Kërë qfar gjahilje e ignorante. Allah im ka ndihmu dhe jam lerue për i këtyne gjahilve. Dikush më do të me thonë, o Mustafa, prof, o hoq, pse po merresh me ta? Unë një po ju thëmë, unë nuk dëroj me qenë narcist. Me qenë narcist. Bile jo narcist. Me qenë sadist, si Hitleri. I ka majt mit në kafas, ka 2-3 ditë si ju ka qitë me hangër, pasta jav ka qitën një copë djath, edhe u knaq ullur në tavolin, kamën për mi kam, u knaq, u shkrinj, i ka pa tu hangër nërvetje, tu gjakos minjet, mas copës së djathit. Unë nuk jo mas mazohist që të knaqem me shkrirjen teme për dikon, për një lidera, për një qashtu. S'kam lider, unë e kam pejgamberin, alayhi salatu wassalam, të cilin e pakusht e qmoj, e vlerësoj, e përmendi dhe mundohem që të jem në vijen e filozofisë jetës së ti. Me kuptuat atë sensin si ai e ka bohe. Për ndryshe, nuk jam në as sadist, e as mazohist të knaqem me shkru një status, si që bojnë disa. Ka balla, i dini jo ata. Pe qësaj shka po du me thonë, largohen ata të cilët nuk kanë kohë mu marën. Pa i që ka kohë me shkru statuse, me u përgjeç ka njerë mas një muje, po mshajnë, s'po mshajnë, a i do me thonë i ka lezu, po rranë. Po, unë nuk jam prej atyne me shkru e statusen edhe milan komentus, pasaj në përlahen me zvete aty në basta asaj shka këmë shku. Ja. Unë i ledzoj, prandaj i përmeni ka njerë në për vidje në për sene, sepse unë jam në mesin e juve kur komenton aty. Mu më interesojnë, unë ndjej një lloj njerëzishmërie, karakteri, që të jam aty, në atë otë, ku unë kam fol dishka dhe rreth të cilës po flitet. As pak nuk i qmoj, s'po du me fol fjallë matrana. As pak nuk i qmoj ata të cilët e shkruj një status, i bohën 100-200-300 komente dhe nuk e shek kërkon as me naj like, as me naj dislike, as me naj comment, as me naj qasje, jo. Unë e kreva obligimin, mu po më vinë që ka shpare pej Facebook që ata që e kanë të monetizum, ose pej YouTube-ës, e kreva misionin tash, ata në të bohën hashërneshër. Këta janë njerëz të poshtër, këta janë sadist, këta me një farforme janë Hitlerat në miniatur. Hitleri edhe njerë po them, është knaq kur minjeve të
u ritër, ju ka qitë një copë djath pas 3 dite, edhe ata jenë për gjak të u hangër me zvete. A PDK-ja, a LDK-ja, a VV-ja, a AK-ja, a po fiton kjo, a s'po fiton kjo, a kum thonë këto, a s'kum thonë këto, a Irania, që Irania, Saudia, Saudia, Egjipti, a Turkia, jo e vla, që ato shka e shkrun, që ato shka e thu, kje i bje sigur nod me qenë të aty në kryet venit, me e qitë një tema të, edhe mi ju thonë gjematit tash hajde rak në nërvete. Hajde tash zgjedhan e këto të dur në gjepa të hangër në i tatlija të ja të pi cigare e kafe, veç me ingu. Është poshtërsi. Si dhe që tjetë meq, më kish komentuar dikush se une jo jam kështu jo si një hadithet jo o gjahil. O gjahil. Te edhe mësu si jo që ka të re për mas. A i budalla i Kumanovës dhe si aj. Po nëse një njerit me tradit 300 vjeqare, hoxhalare, djetare, sene, 40 vjetë të e derdhë djersën, me libre, me fletore, me universitete, me katedre, ligjerus aty e mësus aty e që halajëm student, sepse halajëm mësoj. Nëse edhe këti i thu, i mahën hadithet, i ashia, si pëti e gjahel ti je në, do me thonë, me të thani poshtër i paftyri sene, po mje rënë, por nuk jeni njerës. Si dhe që tjetë, meq, hadithet flasim për këto tema kështu, por une po du me thonë se problemi i Palestinës, problemi i Turkisë, problemi i Iranit, i lindjes mesme, nuk duran të shpjegohet me terme kale Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi edhe u kry puna. O vllavi jem, pa ti që kur e ki një smundje, që që thua jo shi, jo i mahën, ti që kur e ki një smundje, pse shkon të mjeku, pret në rena ty, e blen ilaçe, harxhon euro e pare, e harxhon jetë, e mundim, e shkakton shqetësim në shpeje, të prishet morale, jeta, kështu. Pse nuk e lexon një hadith, edhe ka thonë hadithi, pije fare në zeza dhe kry puna. Pse ti, të cilët i promovon këto, sene, pse ti vetë nuk i bën? Lime te kulune me la te falun. Pejgamberi, Allahu i thët hebrejve dhe besimtarve dhe njerëzve, lime te kulune me la te falun, kebure makten inda Allahi, en te kulu me la te falun. Pse thoni diçka që vetë nuk e bëni, o hipokrit, nuk ka mëkat më të madh te Allahu pas shirkut, se ti me i mashtru njerëzit, me fol në emën të fes, me terme të fes, a vetë nuk je i til, dhe ti me qësi terme munohesh me ma shpjegue me Dejjal e me Is e me Mehdi e me dhisht kuq e të bardh e të verdh edhe problemin e Palestinës. Si do që tjetë, meq, mbram mori vesh krejt bota i madh e i vogël se u nënshkrue marrëveshja e paqes. Me gjithë që edhe njerë po them, asgjë, ama bash asgjë nuk është e qartësume, një gjë dihet 100%. Lufta u ndal, Izraeli, ushtria izraelite po tërhiqet nga aty, fillimisht ajo vija e verdh e portokallët, dhe ka filluar shkëmbimi i të mbajturve, i të burgosurve. Me mira të tillë janë në burgjet e Izraelit. E ndër këta me mira, ma pak janë nën moshën 18 vjeqare, kinë burg edhe fëmijë 9 vjet bre. Ka njeri që është denue 56 herë, ma në men, 56 herë me dënim me vdekje,
plus me bërë 5540 vjetë. Ka edhe të tillë palestinez që mbahen në burgjet e Izraelit. Dhe ti që të sene po mi kalzon me Dejjale, me Hazreti Ise, me sene qysh mos gjithë, që të arritur tash, ti po ma shkruan se e plangosën e qitën për toke Hamasin e liderët arabe, kneje, Turqia, e sene, të që zotit, o vlla. Në Sharm el Sheikh morën pjesë, une i kam pregadit këto, po ku me gjetë ko vlla vjen, i kam pregadit këto, 126 liderët të cilët e vnun imzan e tyre mbi letrën e marrëveshjes, në të cilën, me gjithë që nuk ka elemente të qarta qëfar po nënshkruhet, a ka shtet, a s'ka, ajo që është kryesorja janë këto që i rendita pak përpara. Po tërhiqet ushtria izraelite, po nalet lufta, vrasja, masakrat, gjenocidi aty dhe po shkëmbehen të burgoserit. Si ishte puna me Turqin? Qëfar roli pati Turqia? A i tradhtoi palestinezët apo ishte shpëtimtare, aktore shpëtimtare e palestinezëve? Dëgjoni miq, fakte dhe shifra të dhimbshme. Në status ju shkrova, përgatituni për, do me thonë, mos i merrni krejt senet, shka shkruan në për statusa e shka i ngoni, o vlla, kur ta shihni dikën që sigur zgedh kur është e krytaj, edhe nuk sheh knej, mos e merrni për serios. Por, ma serios janë ata edhe të cilët ka njëherë i qesin edhe i thojnë edhe i trajtojnë, jo i thojnë, po i trajtojnë edhe antë negative. Si do që tjetë, miq. Turqia, që ta dini jo, kush ka qenë Turqia dhe kush është sot, në raport me Izraelin dhe Palestinën. Turqia është shteti i parë musliman, me popullat shumicë muslimane që e ka njoft Izraelin. Turqia është shteti i parë gjithashtu në të njëjtën kohë që e ka njoft Palestinën. Turqia në të njëjtën kohë është ndër shtetet e rralla në botë, mos të them e vetmja, e cila ka udhëheq një politik mesit të artë, të barazvlefshme në lidhje edhe me Izraelin, edhe me Palestinën. Asnjë shtet në botë nuk ka mujt me e udhëheq një politik tillë. Ja e ka majt krahin knej, ja e ka majt krahin anën tjetër. Nuk një asnjë shtet të ketë zhvilluar një politik të këtillë. Miq, kur isha në Gjermani, rastisht më kujtue, përbes, qështu, mohabet mas mohabete, pas kanë dëgjue do Gjerman aty se jam në Gjermani, e pastaj më takuan me njerin i cili mi pas kësh përkthyje videot e mia për marrëdhënien ndërkombëtare që mboni krenar dhe të cilat materiale i ka përdor dhe më pas kësh përmend disa herë me emna. Burr, referenca, profesor Mustafa Bajrami, albanishe, në Kosovë e ka. Dhe isha vlerësue nga ata zyrtar dhe të naltë e RTL-it, dhe nga ai analist numër 1 në Gjermani për marrëdhënien ndërkombëtare dhe për lindjen e mesme, isha vlerësua se e meriton një vend të çmueshëm edhe në publicistikën gjermane dhe bën ky njerëz, janë më me ditë gjermanishten, me marr pjesë edhe në për televizionet gjermane. Këto muhabete miq në Gjermani në një zyre me rëndësi, po mi thojnë dhe po bojnë muhabet.
Dhe aty përse, sepse Evropian, për nga gjeneza, për nga feja musliman, e ndoshta kjo ja ka mundësuar këti, ja ka imponuar që të jetë ma objektiv se shumica e neve gjermanve ose shumica e arabve. A i flet qyshja kana nga vetëm perspektiva e vetë, ne shumica flasim nga perspektiva e Gjermanis, e politikës Gjermanis, sepse politika rrethi ndikon fort në formimin e personalitetit meq. Aristoteli në atë vakt ka thonë se shqyqeni edhe Aristoteli i ka besu e Zeusit edhe zotrave të Olimpit. Dhe në fund thot e kijet e libra politika, cilën e kam pas tem trajtime serioz në doktorat, në politik thot se edhe tipat si Aristoteli nuk mund t'i ikin ndikimit të rrethit ku jeton. Në formimin e personalitetit ndikon edhe rrethi. Dhe këta e kom shpjeguane në një video të veçantë, se 4+1 janë 5 faktorët kryesor që e formojnë personalitetin e njeriut, karakterin, personalitetin. Një është gjenetika, trashëgon nga prindi, nuk lind bash tabula rasa. Jo, bart gjene. Dhe kjo me vonë është vërtetue edhe me shkencën e mjekësisë me gjenetik. Pastaj është rrethi i ngushtë familjar, prind, vllavi, motra, gjyshja, gjyshi nëse jetoni bashkë aty. Pastaj është rrethi i jashtëm, ambienti, environment ku jeton ti. Pastaj është shkollimi. Por është edhe i pesti feja. Dhe thuhet në këtë teori se sa ma paralel që shkojnë këta faktor që ndikojnë në krijimin e personalitetit e njeriut, personaliteti i njeriut del ma i fort, ma i qëndrueshëm, ma stabil. Sa ma kontradiktor që janë këta faktor në krijimin e personalitetit, personaliteti i njeriut del ma i çthurrën. Sepse ka prej babës e nanës, e gjyshes ke trashëgu dishka, një vest, një të mirë, një dishka, të baba të nana ke pa dishka të kanë këshillu mos e bë këto, birja mos e bë këto, në rreth si ke dale ke pa të kundërtën, në shkollë ta kanë mësue se Darwini është kështu e ka e Muhameti u konë vish filozofe andeje këndejes u konën shpefës e gënjeshtare këne gra e pa gra e sene, ati në shpje ke mësu, ta ka mësu baba se pejgamberi është ylli i njerëzimit. Për të cilin Allahu Gjellëshanuhu flet me fjalët më të mëdha, është ylli i gjithë krijimtarisë në botë, ndërsa profetët e tjerë janë avangardistët e vlerave morale. Ti kështu i ke mësu këto, jashtë në rrugë ti shajnë, në shkollë ma ndryshe. Pra, në qësi rast e krijohet, dhe një vlerësim ma kishin bo aty dhe ma bojnë, andaj edhe masanej kërkun prej meje video dhe i përcjellin kur kanë nevojë ndonjëherë. Turqi, dhe e përmena këto, kur e përmena Turqinë, se e kam bajt një rol si baraspeshus midis Izraelit dhe Palestinës. Por, sa i ka kushtu kjo Palestinës? A i ka ndihmue Palestinësën? Shiqone. Në vitin 1975, Turqia është shteti i parë, të them, ndër të para, 3 të parat, që e ka njohur OÇP-n, Organizata për Çlirimin e Palestinës së Yasser Arafatit, si përfaqësuesja legjitime e popullit palestinez. Dhe e ka mbështetur shumë më pastaj. Në 75-ën, Erdogani kërkon nuk është to hala. Kryeministër i atëhershëm i Turqisë ka qenë Sulejman Demirel. Në vitin 1970, kur Turqia lejon të hapet përfaqësia diplomatike e OÇP-s në Ankara, kryeministër ka qenë Bülent Eceviti. Meq mos ja bëni, përmet të mundesh me dash një liter, një shteti apo tanin sa dush, po mos thujet atjet janë të këqi.
Jo më rëbur, këto shka po bojnë tash nuk jam bash krejt të këti lideri shka është tash në Turqi. Ka gjetë materiale, mbi ato ka ndërtu e këtë fuqin e fort. Me gjithë që Sulejman Demireli ishte djathist dhe Eceviti i skajshëm majtist, kur ka qenë në pyetje, këto e di 100%, kur ka qenë në pyetje interesi i Turqis, si majtistët, si djathistës në Turqi, kanë pas kujdes edhe kanë kujdes. Hiq prej këtuhet GHP-jen e të tanishme, s'po flas të kaluarën, por të tanishme që qenë kësh shndruar në një strofull ku pas ka vlu korupcioni e hajnia e shpionazhi e dëmet e mdhaja në dëm të Turqisë. Ecevitin, mos e harroni, është ai kur ka qenë kryeministër në vitin 1974 me që Turqia e invadon Çiprin. Eceviti është ai që e ka dhënë urdhën. Pra nuk është të kalumit kur xhahex vallahi. Shkojmë tutje. Në tetor të vitit 1979, Yasser Arafati viziton Ankaran me ftesë të kryeministrit Ecevit dhe ky ishte një veprim marramens i pabesueshëm i guximshëm për një qeveritar të Turqisë. Pse? Sepse Turqia bëhet shteti i parë antare e NATO-s që e pranon një lider i cili po e lufton të Izraelin, apo Izraeli po e ndjekte për me vra dhe me likvidue Yasser Arafatin. Imagjinoni çfarë roli gjatë kësaj kohe. Është e vërtet se Turqia ka vepruar në blok me të gjithë perëndimin, edhe vazhdon. Është pjesë e perëndimit në politika globale. Kanë interesa të ndara të ndryshme, normal, aq më shumë kur tani është bën një fuqi, një superfuqi, sidomos rajonale, por megjithëse që Turqia ka vepruar në blok me vendet perëndimore, me NATO-n si antare e NATO-s, kur është në pyetje Palestina, Turqia edhe në atë kohë, kur është fol vazhdimisht për armiqsinë midis dy vendeve, për shkak të interesave fillimisht të Turqisë, Turqia e ka mbështet çështjen palestineze. Në lagjen Gazi Osman Pasha ngritet flamuri në tetor të vitit 1979, flamuri i shtetit të Palestinës në ndërtesën e përfaqësisë së Palestinës apo ambasadës së Palestinës. Një vit më vonë, në vitin 1980, ndodh grushteti, Kenan Evreni erzon pushtetin, presidencën, qeverin, i bën llam krejt, Ecevitin e shtin burg, ketë Sulejman Demireli në man burg, në burg i man një muj, pasta i lëshan, por me pa të drejt dalje jashtë shtetit dhe që të mos miren me politik për 2 vite. I njohur është ai grushteti i Bülent Ecevitit, që quhet grushteti i 12 shtatorit. Eceviti, Sulejman Demireli më i qetë, Eceviti më ngucakeq, më aktiv, majtistët janë din më konë kështu, janë nisë me shkrue në një revist dhe vazhdimisht e kritikon dhe shprej papajtueshmërinë e tij me politikat e Kenan Evrenit që tani po e udhëheqte Turqinë. Në çet kohë kur Eceviti është në burg, ndodh diçka që e çudit edhe vet Bülent Ecevitin. Yasser Arafati i shkruna ja çon një njerja edhe i thot: a po do me të nxerr pe aty, me të dërgu ku të kish qef në botë, ku është mas përshtatshme, sepse e kam fuqinë dhe aftësinë me të ikë prej burgut.
Gjeviti ja kthen përgjigjen faleminderit, por nuk ka nevojë. Një gest që më pastaj raportet midis Turqisë, gjatë kohës sa Gjeviti ka qenë në politikë hala, ka ndiku shumë që të ketë një afërsi me palestinezët. Më pastaj, 15 vjetë më vonë, Sulejman Demireli tani si president qohet edhe shkon e viziton Izraelin. Fal namazin e drekës në Mesjidul Aqsa, 3 vjetë më vonë, në vitin 1993, sërish e viziton Izraelin me ftesë atjehet, por Demireli thët nuk du që aeroplani im të zbret në Quds në Jerusalem, sepse unë nuk e një Jerusalemin si kryeqytet të Palestinës dhe Izraelit, por dua që të zbres në Tel Aviv. Dhe për një me, presidenti Izraelit e prit në Tel Aviv. Qëtë herën e dytë, pas gjithë këtyre, kur këtyre afrimeve, ndihmave, mbështetjeve, Turqia, që ta dini, është ajo që ja jep mundësisë Organizatës së Shërimit të Palestinës që të njihet botnisht, sepse i ka nejtë mbrapa në prapasken, siç më vonë edhe Hamasit, dhe e ka ndihmuar që të njihet bile. Në vitin 1993 më duket, a 94-ën, kur me Icak Rabinin e marrin, nënshkrujnë marrëveshjen e paqes, Izraeli e njeh Palestinën në 2 pjesë, Gaza dhe bregu perëndimor, po jo me një kanal ndërmjet vete, e nënshkrujnë aty, e keni pa atë fotografinë e Bill Clintonit, thuhet ka dokumente, ka fakte, se prapa qësaj një rol shumë të rëndësishëm ka luajtur Turqia. Në vitin 1996, tash Demireli për herë të dytë po shkon në Izrael, në Quds aty, kur t'ja nis, tu u fal aty, veç ja nis një gjurëllti aty, një poter, një 15 veta, 20, edhe tu e sha Demirelin, delegacionin e Turqisë, ju jeni tradhtar, ju jeni dushman të Islamit, ju e keni rrezu halifatin, qysh vjeti mu falen në Mesjidul Aqsa kur është në pushtimin e Izraelit andej këndej. Më pastaj mirët vesh se këta njerëz kishin qenë militant të Hamasit që ishte krijuar më parë në vitin 1987. Kush është Hamasi në qëtë raport? Dhe qeveria e tanishme, politika e tanishme e Turqisë. Po e përmendi këtë dhe po e shtroj këtë pyetje për të pase. A thua për para dhe duhe përgjigje për juve në komente ju lutem. A thua a për para kur Turqia me politikën e Xhevitit edhe Demirelit e politikën zyrtare të Turqisë e ka mbështet OQP-n, Yasser Arafatin, ju ka ndihmue palestinezve më shumë, apo kur vllazëria muslimane, dega e saj, si Hamas, e krijuar nga Sheikh Yasini në Gaza, fillon të mbështetet nga politika e re e Turqisë e udhëhequr nga Recep Tayyip Erdoğani. Turqia, cila Turqi ka ndihmu më shumë? A kjo e Erdoğanit që e ka mbështet Hamasin, apo ajo e Xhevitit, e Sulejman Demirelit, e Tansu Çillerit, e Mesut Yilmazit, e Ismail Xhemit, aty në tjerëve që e ka mbështet OQP-n. Cila ka krijuar më shumë të mira dhe cila e ka dëmtuar Palestinën më shumë. Po duhe përgjigjet e juaja. Hamasin, kjo pjesa tash, kanë vështrimi i dyanshëm që thash në fillim, që është shtirë me Iran fijeti, edhe kursu në thue fjallën përfundimtare. Sekularistët e Turqisë sot e kanë mbështet dhe mbështesin El Fatahi. El Fatah është emërtimi i ri që e merr si parti politike dhe si udhëheqje, si autoritet
Palestinës në bregun perëndimor që vije nga OÇP-ja, Organizata për Qërimin e Palestinës. Ajo ma shumë ka qenë si një lëvizje për çlirim me sene militante ka pas mes tyne dhe të El Fatahi është autoritet palestinës, është e njëjta. Tash, sekularistët, GHP-ja dhe sekularistët e Turqisë e kanë mbështet dhe mbështetin El Fatahin. Bile e mbështesin tani edhe këtë presidentin e tanishëm të palestinezve, Mahmud Abbasin. Bile, në burime turke, sekulariste, gjanë sene që si mos me i ditë gjanat për me ta mushin menen, se sekularizmi është ajo që ka mujt me ndihmue masë shumë të edhe këtu e zgjidh problemin e palestinezve, këtu u bo shtet. Ana tjetër, që e përfason një islamizëm, një frym më islame, më liberale, e Erdoganit, e AKP-s, fillojnë ta mbështesin Hamasin. Kush është Hamasin nga që kjo perspektiv? Miq, që është shtirë me e prue se cila është me e mirë nga ana jeme, a pre juve pres përgjegje, Hamasi lidhet shkon, krimi Hamasit shkon miq që ta dini, që nga koha e Sultan Vahdetinit. Në kohën e Sultan Vahdetinit, Shejkhul Islam ka qenë Mustafa Sabri. Kur bie perandoria osmane, të nderuar, bie perandoria osmane që ky Mustafa Sabri ik prej Turqijes, shkon në Greqi, e themelon një gazet aty, edhe vazhdimisht ka shkruar zi e mazi për Turqinë e Ataturkut. Sepse ka ra perandoria osmane. Më pastaj, kur të prohat, si pas të gjitha gjasave, Turqia, Greqia e dëbën prej atyjt Mustafa Sabrin, shkon në Arabin Saudite, Arabia Saudite e dëbën dhe shkon në Egjipt dhe vdes në Egjipt. Kur shkon në Egjipt, Mustafa Sabri kontakton me Hasan el-Bennën, edhe e krijojnë, Hasan el-Benna e krijon vllazërin muslimane, dhe vetë bëhet udhëheci shpirtnor dhe politik i vllazërisë muslimane. Para kësaj, në vitin 1923, miq, në Mekë, bëhet konferenca e vendeve islamike në vitin 1923. Kërkesa e vetme ka qenë kërkesa për kthimin e khalifatit. Dëgjoni, për kthimin e khalifatit. Si përfundim i punimeve të konferencës të asaj samiti, vije në përfundim se s'ka nevojë më halifati. Edhe nuk e bin atë vendim. A u kon mira keq, është temë që mund të trajtojmë në ditë tjetër. Por vendet arabe, edhe Turqia aty, dhe vendet e tjera muslimane nuk bin në dakordancë se dohet me u krijue halifati. Edhe nuk krijohet. Mirë po, shkruhet se nëse vendet arabe thojnë nuk ka nevojë me u krijue halifati, Britania e Madhe nuk hesht. Jo thot dohet në thojza. Çka bën? E krijon vllazërin muslimane, krijohet vllazëria muslimane, sipas kësaj teorie vllaviam, se unë s'jum kon aty, as kum nejt në Londër, as kum nejt me ata lorda, as me Churchillin që ka qenë minister për lindjen e mesme i kësaj Britanisë së Madhe të asaj kohe. Po sipas kësaj teorie, krijohet vllazëria muslimane në vitin 1928, 5 vjet mas konferencës ka, e cila në konferencën e parë, në mbledhjen e parë të formimit, Hasan el-Benna thot se ne do ta kthejmë halifatin dhe halifatin nga sot u kthye në Egjipt. E pejkurit është hek për Egjiptit, është hekën Sultan Selimi. Kur e pushton Egjiptin, apo e shliron Egjiptin, apo e shtin nën patronazhin e perandorisë osmane, halifatin e merr prej Egjiptit dhe e bjen në Stamboll.
Pra, Khalifati Islam deri në kohën e Sultan Selimit nuk është përfaqësuar nga Perandëria Osmane. Pas Sultan Selimit, Perandëria Osmane ka qenë në të njëjtën kohë edhe Khalifja e muslimanëve. Kejt sultanet që ka vinë masanej kanë qenë hulefa, khalife, hilafet i muslimanëve. Tash, në bazë të kësaj teorie, krijimi i vllazërisë muslimane ka pas për synim tundosjen, tundjen, probleme me i krijuar Turqisë e cila e rrezon halifatin. Dhe Hasan el-Banna zgjidhet për kryetar, me një fjalë përfaqësues i halifatit, dhe pas do viteve, Sheikh Jasini, si student në Egjipt i Azharit, bie në kontakt me njerëzit e vllazërisë muslimane dhe më pastaj kur kthehet në Gaza e themelon Hamasin në vitin 1987, që Hamasin në fakt është zgjatim apo deg apo vllazëria muslimane e palestinezëve. Që kjo vllazëri muslimane fillon të mbështetet prej Iranit, prej disa vendeve, dhe pas ardhjes së në pushtet të vitit 2002, në vitin 2002 të presidentit Erdogan, Turqia e ndron boshtin, lëviz nga mbështetja e El Fatahit si sekularist, tash Turqia fillon ta mbështet Hamasin. Ditën e 7 tetorit 2023, kur raketat palestineze të Hamasit sulmojnë Izraelin, i vrajnë prej 1200 qytetar, hin edhe i kindapojnë disa qindra prej tyre dhe i bin në Gaza. Në Palestinë dhe në shumë vendet të botës, brohoritje e salatu shukr, namazë falënderimi janë falë. Ndër ata të cilët fal namaz me kamera e kështu, falënderimi bjen në sejdë, është edhe Ismail Haniyeh, i vrar nga Izraeli në Iran, lideri politik i Hamasit. Dhe është shumë e çuditshme, mu më ka pasra në sy shumë, masanej tani e kam zgjidh këtë se ka qyshtek, në dhomën ku falet ai, ku bën shukër, kamerët, fotografimet të ubohe, flamuri i Turqisë është mbrapa. Dhe marrë vesh masanej se në atë ditë, kur Hamasi e sulmon Izraelin dhe i vret 1200, Ismail Haniyeh ka qenë në Stamboll. Lidhja e Turqisë me Hamasin, në mbështetje të Hamasit. Dy herë televizioni amerikan NBC e pyet, një herë para 20 vjetë, një herë frik, e pyet Erdoganin se a e sheh Hamasin si një lëvizje terroriste, organizat terroriste. Erdogan i përgjigjet, sa kur këtë është në Amerikë, i përgjigjet se, si që kam thëmë para 20 vjetë edhe sot, unë Hamasin nuk e shoh si organizat terroriste. Dhe po e përfundoj miq, me pyetjen drejtuar juve. Cila Turqi edhe njëherë e kam mbështet Palestinën ma drejt, ma mirë, në cilën ko Palestinës i ka ra ma mirë, në kohën kur janë mbështet të parët, apo tani kur është mbështet nga Hamasi. Dhe pyetja e dytë, pres përgjigjet e tuaja nën këtë video në kanalin tim në YouTube. Kjo shka është arrit deri më tani nga Hamasi, si rezultat i Hamasit. Unë e kam mendimin të, po e thëmë masanej, unë e t'jubin po du me ditë. A është fitore e palestinezve, apo është humbje dhe tragedia më e madhe që i ka gjetë palestinezët që nga viti 1916 që 115 vjet e deri më sot. A ka gabu apo nuk ka gabu Hamasi me atë veprim? Pasi t'i lexoj komentet e tuaja, në një ditë të ardhme do ta trajtoj në mënyrë analitike dhe sintetike gjithë atë që është arrit
gabimet dhe sukseset e El Hamasit, si dhe do t'a jap mendimin tim, jo në mënyrë konspirative, por si rezultat i analizave të shumta të lexuara për vite rreth Palestinës, në lidhje me atë se çfarë do të ndodhë me Palestinën në muajt dhe në vitet në vijim. Deri atëherë, natën e mirë.